Kam qenë prokurori çështjes për 20 ditë, pra që jam marrë me vrasjet. Nuk është bërë një hetim i plot i gjithanshëm shteruz dhe nuk janë hetuar dhe verifikuar zyrtarët e lartë. Ka diçka që shkon, sepse çështja duhet ishte hetuar që në fillim nga prokuria e përgjithshme. Këto janë shkelit konstatuara nga Strasburgu, pra nga gjykata e Strasburgut. Dhe sot ne mas 15 vjetësh pyesim Lulzim Bashën çka ke boti para 15 vjetësh. Çfarë ka qenë plani B 21 janarit? Ju keni folur e pas here për këtë gjë. A mund ta sqarojmë mirë për publikun? Ditën e ngjarjes unë thash kam qenë prokurori që kam bërë veprimet e para hetimore. Pati një prononcim në publik, po të kemi parasysh të ish ministrit të transporteve ndjes pas Sokol Odashi që një Mercedes-Benz 220 ngjyrë jeshile ka pasur lëndë plase, lëndë eksplozive dhe mora si detyrë me një oficer, kemi bërë kqyrjen e këtij Benzi. Rezultoi që nuk kishte lëndë plase, ishte një person nga qaf Priska, kishte lëndë drusore, një shardë, s'kishte lidhje fare. Vepra penale e vrasjes ka ndodhur me fishet kalibrit 9. Unë kam qenë vetë në vend ngjarje, kemi mbledhur shumë gjoja. Aty ka pasur dhe gjoja Kalashnikov ose 7.62. Grupit zjarrit, pjesa më e madhe e gzhojave janë gjetur. Prandaj them që armët e pjesëtarëve të grupit zjarrit i korrespondojnë gzhojat e gjetur. Në gzhojat mund të ketë ikur, mund të ashtu, por gzhojat kryesore në lidhje me ngjarjen mund të ketë një veprim tjetër, po. Në lidhje me urdhat e ndalimit, këtu po që ka pasur. Pra, në lidhje me marrjen e provave nuk ka pas probleme. Se gjësa është bërë qyre se probleme që është e vërtet ka pasur me urdhat e ndalimit, me acarimet që kanë ndodhur. Këtu ka pasur problematik. Po gzhojat prokurori që ka qenë Adriatik Cama e theksoi se ka bëj punë shumë të vështirë, se ka marrë pjesë në autopsi. Hapet kufoma, bëhen prerjet me sharë, ju e dini vetë procedurat, ai ka qëndruar aty, shumë i Edhe kemi bërë kqyrjet, mbrapa me urdhat e ndalimit, me mosbatimin atyre ka pasur problematik që këto dihen. Pra duhet bëjnë ndarje. Dhe kqyrja e vendit ngjarjes, theksoj, është bërë nga oficerët e policisë gjyqësore të drejtorisë policisë Qarku Tiranë, që ka qenë oficeri ke shkrimin mund t'i bësh ekspertimin e shkrimit. Po nuk ka nevojë, unë e di kush është dhe oficer e hoqën atë shkretin. Çuni mirë, po taftet i nxjerrin rrugë, siç Jo, po kjo skandal në policinë. Alban Trimi shumë çuni mirë, skandal kjo si për emrin. I çuni shumë mirë ka qenë në sektori i vrasjeve duke i mbledh me ekspertët e drejtorisë, kemi mbledh gzhojat dhe gzhojat janë pak a shumë nga ato që kanë nxjerrë nga antarët e grupit zjarri. Kemi gzhojat për 3, se njëri ishte plagosur. Një antar nuk i punonte armën.